Mirë mëngjes të gjithë dhe miq të dashur dhe mirë se erdhët me një urim për besimtarët musliman gëzuar Bajramin të doja ta nisja këtë puntat sot dhe duke ju uruar mirëseardhjen zonjës Lefteri Gjoshe, e cila është arsimtare, shkrimtare, fituese e gjysheve milionere dhe ftuar dhe mikesh në Villa 24 sot. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirë se dashur. Kënaqësi të riktheheni këtu. Faleminderit. Gëzuar edhe çunave. Edhe çunave, edhe publikut, edhe të gjithëve. Edhe publikut dhe atyre që na dëgjojnë. Unë ju falenderoj shumë që këtë mëngjes ju e keni nisur ditën më herët se zakonisht. Jemi ngutur pak për ritmin, për të bërë gati gjërat, se duhet thënë kur po më thonit kur gatuan në shtëpi tjetër, do një çik të përshtatesh se nuk di ku është luga, ku është piruni. Shumë e drejtë. Sot do të jemi së bashku rreth 20 minuta. Unë e di që ju na keni përgatitur me dëshirën e mirë për të sjellë sa më shumë receta, goxha gjëra sot. Do mundohemi që brenda kohës që kemi të tregojmë diçka për anvisat, apo jo? Çfarë keni menduar të na sillni? Unë në fakt kam menduar sot një gatim tradicional që është qumshtori, tradit e pranverës nga anët tona, edhe një gjellë vere me qep, speca, domate, edhe me pak mish të grirë, ose edhe pa mish fare. Po ne me pak mish të grirë menduar. Edhe pastaj një të shpejt fare, një snicel doja unë për tavolinën e festës të përgatisni. Atëre, fillojmë një herë nga puna, çfarë keni bërë deri tani edhe si do të vazhdoj receta e qumështorit. Me këtë do fillojmë? Në fakt po, në fakt unë i kam bërë gati këto të gjitha. Tashti, me qumështorin do të fillojmë fillimisht me një petë që do t'ja shtrojmë në fund tepsisë, dhe pastaj do të vazhdojmë me kremin e qumështorit, që do t'a përgatisim. Duhet t'a vendos qumshtin në ngrohje? Po, jo, është pak i vakët, se duhet të tretim pak, vetëm të më tretet pak gjalpit të lutet. Ja, gjalpit po janë ngrej pak temperaturën, derisa të filloj të tretet. Dhe për përgatitjen e këtij qumështori, çfarë na duhet? Na duhet, i kemi bërë gati tani. Na duhet vezët, që i kemi bërë këtu gati. Na duhet mielli, sipas recetës që i kemi aty tek treguesi, edhe pastaj edhe ca vogëlsira të tjera. Pak sheqer, pak krip. Atëherë, do të na duhet vezët, sigurisht vezët Ovital, vezët që na shoqërojnë çdo ditë në gatimet tona, sigurisht petët që do t'ja vendosim qumështorit, petë të cilat i kemi përgatitur me mielin për çdo përdorim, mielin Ola nga kompania Atlas, edhe ca detaje të tjera i quan në duke punuar, do t'ja u themi. Duke punuar, duke i parë. Okej, shumë mirë. E ndërkohë, do të kemi edhe një tjetër recet të cilën do t'a shohim në ekran dhe pastaj duke parë se do jemi me kohën, do të vazhdojmë me përgatitjen. Janë të shpejta, tash janë qofse në u shkri gjalpi. Jo pra, sto, nuk do. Edhe paka. Edhe pak fare, ka filluar të marrë temperaturën dhe po mori temperaturën, shkrirja bëhet me një herë. Pastaj do ngrojmë, do edhim mielin dhe do ngrojmë pak qumshin. Shumë mirë. Dhe do t'a kthejmë në një ekran. Ata aty lere. Ndërkohë së bashku. Pak vaj ta spërkatim. Pak vaj? Ju duhet për tavën? Po mendova këtë ta. Jo mirë është, qumështori nuk do tavë të thellë, ai do të bëhet i shesht. Besa i bëhet i hollë në fakt. Po. Opa. E mori temperaturën me një herë, ja të ndihmoj edhe unë. Këto nuk i duhen më, t'i largoj? Jo, nuk na duhet ajo. Ja dhe këtë thikën ta heqim. Kemi bërë një petë. E pregatita që më përpara, po ja duhet ta fshim pak të banakun, se e kemi me mjellë. Kur punon me mjellë, është sigur që do të bëhet pak. Po zemër, faleminderit, mere këtë. Po, ja hequm. Vere pak sobën. Ku ta vë? Tek 180, furrën, po. Furrën tek 180. Edhe tash do të merremi me pregatitjen e kremit. Atëherë, unë po e ngre pak më shumë sa të ngrohet dhe pastaj kur të fusim qumështorin e çojmë temperaturën e duhur. Pak letër, nëse mundemi. Ja, do të përdorim fshim pak këtë, apo ta fshim këtu ndërkohë në ekran shohim pak recetën e qumështorit. I hedhim një sy edhe shohim çfarë do na duhet nëse përgatisni sot një qumështor, kështu si për drek Bajrami, na duan 1 litër qumësht, 8 vezë, 6 lugë miell gruri, 2 lugë miell misri,
na duhen 3 lugë sheqer, 150 gram gjall, 2 pet, 1 lugë vaj, arë moskat, vanilje, sot buke, 1 të verdhë veze, 1 lugë qumësht për lyerje. Petën e përgatitëm, e kemi hapur, e kemi shtruar në një tavë. Do t'i tregoj hap pas hapi Okej. që na duhet. Kemi rrahur pak vezët, si pas asaj që 8 vezë, do me thënë, për 1 kilogram, për 1 litër, qumësht na duhen 8 vezë, 8 lugë miell, jo shumë plot, por miell, unë kam zgjedhur 2 lugë misri edhe 6 lugë miell gruri, dhe do t'i hedhim tani njëra pas tjetrës. Fillimisht unë hodha pak krip, do hedh sheqerin. Sheqer varet si pas dëshirës. Sa të ëmbël e Disa zona e bëjnë shumë të ëmbël, e bëjnë me më shumë. Unë me 3 lugë sheqer. Okej, pra nuk... Edhe më e shëndetshme është në fakt, kur i bëjmë më pak të ëmbla. Po do më ndihmosh pak tani që ta hedh pak nga pak miellin, që mos na kokrizohet. Lëvizë. Ta shkund kështu. Okej, ja, asistentja. Mos ju duhet tel, apo me atë mund ta përzini? E dua telin, po ja sa të në 30 që kjo. Më thuaj nëse do të ndaloj. Po, jo, mos ndaloj. Të gjithën pak nga pak. Mos ndaloj, hidhe të gjithë. Po. Okej. Pra kemi përzier 2 lloj. Kemi hedhur miellin. Një truk të themi, qumshin nuk duhet i nxehtë, por duhet i vakët, sepse i nxehtë, sa ta hedhim miellin fillon edhe na zien. E keni këtu? Ja, do ta përzim. Thjeshta për ta ndihmuar që të shkrijë edhe sheqeri. Do hedhim gjalpin. E kemi tretur pak gjalpin. Dhe tani do të hedhim vezët. Vezët i kam rrahur pak. Po. Edhe këto nëse nuk duhet ta ndalojmë, shikoma pak tani temperaturën. Po, sa të duhet, temperaturë e lartë, temperaturë... Jo e lartë, jo. Le të jetë në 6. Okej. Po. Nëna tona, gjyshet tona, nuk i hithni sod qumshtorit. Por unë në fakt mund të vazhdosh. Këtë punën unë e qaj. Ta të razojnë, po. Por në fakt, kjo është vanilja lëng, kjo është vanilja plur. Vanilja plur, po. Edhe maron vanilje shkondo me thamë. Unë po hedh këtë. Okej, shtem të vanilje. Unë di aroma me njëherë. Tashti. Pak arë muskat për t'i dhenë një shije të veçantë qumshtor. E do, arë, nëse. Nuk e dija që shkon të qumshtor me arë muskat. Po, bulmeti, të gjitha llojet e bulmetit shkojnë shumë. Okej. Edhe vaniljen e hodhëm, tash na duhet pak sodë. Që ku e kemi ne sodën? Pak sodë? Kemi? Kemi, kjo është e sigur që s'ja shku e kemi. Kemi, për të pasur kemi, po është ajo që thash unë që kur nuk je zonja shtëpis. Po edhe unë që jam e zonja shtëpis, nuk pa e gjej. Qa mos na ushojt kjo? Ja, kjo është pluvër fryrës. E shikon pak mos na ushojt, Anila. Shikoj, unë që është jarë që nuk shikoj do të sodë. Ku e do? Të 6? Edhe të 6. Edhe të 6 vere. Atëherë, qa është në gjë? Gjete, po shikoj? Nuk e di çfarë është kjo. Nuk e gjej dot. Po, tash ti, varet. Po, unë mendoj që shia është tamam. As e ëmbël, as e krip. Okej. Ta shtojmë dhe një? U bë furra? Da ta shojmë. U bë.
Tani po e qojtë e 180 se e lashtë 250 sa të fillonte Po, zemër. të ngrohej. Po. Do me thënë, edhe njerë t'i përsërisim I përsërisim, po. Vaj na duaj për të lyer pak fundin e tavës. Okej. Pastaj vun një pet, unë e bëra me 3 kulaçka të vogla fare, sa një kokë rarë. Por mund t'a bësh edhe me 2, 3 pet të blera, në qoftë se nuk do të zësh brumin. Okej. Pastaj këto të tjerat, qumshti, mielli 6 miell gruri, 2 misër, pak vanilje, pak sheqer, pak krip, gjalpin, pa tjetër, gjalpi pa tjetër. Kështu që ja tashin e këtë do t'a përzjem, jo të zjej, por sa të bulzoj pak. Okej. Edhe një. Për recetë të dytë, çfarë mendoni? Për recetë të dytë, kam përgatitur një gjellë vere me qep, speca, domate. Okej, ndërkohë, të përfitoju nga koha të lexoj recetën, sa të na trashet pak kremi? Edhe nëse mundesh të kesh lëng kockash ose lëng mishi, ne nuk kishim, unë mora pak mish të grirë. Po, për t'i okej, dhënë shumë shijen. pak, një dorë, Pastaj një të tas të tjerat, vogël. krip, pak rigon, pak piper, nga ato që janë të zakonshme, Po, që i ka përfaqësuar edhe çdo recetë. erza, nëndër, edhe pak majdanos. Shumë mirë, të radhitura, të gjitha, një nga një, i shohim tani në ekran për të bërë një gjellë verore na duhen. 250 gram mish të grirë, 3 qep, 4 domate, 4 speca, 3 thelpin hudra, 5 lug vaj, arë moskat, rigon, krip piper dhe majdanoz. Kjo është receta e gjitha, e thjesht, me përbërës që janë pjesë e familjeve tona, qepa, domatja, specat janë edhe të sezonit, hudrat gjithashtu, vaj, krip piper, majdanoz, pra një dorë mish të grirë do t'i shtoni nëse nuk e keni në shtëpi, kjo edhe sipas dëshirës nëse keni lëng mishi. Mund të mos i edhe shfare. Sërish Në qoftë se nuk ke, një vegeta, nëse po, për t'i dhënë atë aromë. Kemi vegeta, me gjithme se na duhet për shnicelin. Kemi! Na duhet për shnicelin. Iki pak. Deri, po pse s'mi kërkove për para këto? Kemi mix erzash, na bën punë, është njësoj si vegeta. Okej. Ja, kështu. E kemi në formë të uri, Sa por një është shumë e mirë. shumë mirë. Ndërkohë që të trazojmë kremin, të bëjnë ndonjë gjungti, të vënë një tigan të ngrohet, të filloj me qepën, me çfarë? Me ato të gatuar? Ja, na duhet. Mirë ishte të kishim këtë tepsi, po këtë... Tenxherat. E thellësh, da jo, tigan të tenxherat. Të edhim, të skuqim qepën. Urdhëro, ja ku e ke. Po, e marrë, unë e kaloj këtej që të ecim përpara me gjellën verore dhe të arrim të përfundojmë deri në kohën e shkëputjes. Vëre pak në një... E vura të nënta. Bravo. Po. Ja, tani, kjo është kështu nga momenti në moment, fillon edhe ta bulzojmë, por nuk do ta lëm të na zjej. Sa po ta ndjejmë në tel që fillon edhe trashet, thamë, e ndjejmë me përzierje që... Në qikësot. Si s'kemi unë, e kam shënuar. Unë... Se në ndimon të fryet pak soda. Nëntërë, nuk ta provoj nëse është sot. Gjete? Shpresoj t'jetë diçka e ngrënshme. Dali ta shohi. Sod. Ajo është? Bravo. Shumë mirë. E gjetëm dhe sodën. Kaq, pak fare. Soda e ndimon për të fryrë pak, për t'i dhënë pak. Pak fare. Thash, nëna tona nuk i hithnin fare sot. Por unë në praktikën time i hith pak fare. Okej, e do, një kapje gishtash, po theme. Po. Qumshtori pikrisht këtë ka sekretin, që duhet ta ngrohësh, ta zjesh deri sa të filloj të bulzoj. Po rrite këtë, s'ka pun tjetër, ato janë shumë të thjeshta. Ato janë shumë të thjeshta. Me shumë pak miell, shpejt bëhet brumi, hapet me një herë. Ja u ngroj ajo?
Edhe pak do. Ja se i shoh unë këto. S'ka filluar. Po, filloi skuqja e qepta. Do dhe pak. Duhet të skuqen mirë besoj apo thjesht e ka vërtisën? Po se do hedhim dhe mishin, po të skuqet pak qepa. Okej, e lëm pak atëherë. Filloj. Për amvisën, në fakt, këto janë momentet ose minutat e kohës së humbur. Po, që marrin më shumë kohë. Pritja e skuqjes, për në studio flas, se për në shtëpi bëjmë më qefe, më ngjet. Patjetër. Se ndërkohë që bën një gjë, për në studio llogarit edhe minutat. Prandaj unë dhe që në fillim e ngroha pak qumshi, që mos ishte fare i ftohtë. Nuk e di në shije, mund të marrësh një lugë të pastër ta provosh si të pëlqen. Unë po pse mos ta provoj të pjekur? Nuk dua që ta bëj as shumë të ëmbël, as shumë të kripur qumshtorin, kështu që shikohen, nëse do i hedhin pak krip më shumë ose pak shumë. Tamam është. Po. Ka dhe aromën e vaniljes, që nga mirë tash me lugë. Vanilja, gjalpi, janë të gjitha të lidhura pastaj. Shumë i mirë është bërë. Edhe ëmbëlsia është tamam ai sa duhet, nuk të vel, nuk të krijon atë sikletin e së ëmblës. Shumë i mirë. A t'ja shtoj mishin apo t'i lë dhe pak qepët? Po, u vërtit pak qepa, u skuq pak. Do dhe pak. Që të ngordhi. Sa po ka filluar. Të ngordhi, them unë. Si thua? Kur fillon do më të që zbutet ajo. Ishket. Afrojmë edhe mishin. Sa po të... Po, hidhja zëmë. Ja shtoj, thua? Hidhja. Po, më mirë, ja hedhim të fitojmë pak kohë. Edhe pse me kohën, vazhdojmë dhe jemi keq. Ja dhe kjo, sa nga ca këna bëhet. Si po shkon? Sa minuta kemi? 2 minuta besoj? Okej, atëherë ne do fusim qumështorin në furrë dhe do të tregojmë se si do të vazhdojmë me recetën e sallatës, të cilën ne do ta përfundojmë edhe pse do të bëjmë një shkëputje dhe ju do ta gjeni pak minuta më vonë në Balkan Web. Gjatë kohës që ju do të transmetoni, unë po vazhdoj punën. Në fakt, qumështori, edhe kur i hidhen këto, jo pak armoskate dhe qofse do të gjithmonë duhet të kemi kujdes që të mos jenë kokrizat shumë të mëdha, që të mos ngelen kështu pika gjatë gatimit asaj. Ja, tash si, baroj. Pas mishit, qëfar do shtojmë? Trazohet, ha? Apo do t'a lëmë edhe pak? Ja, tash i kaloj unë atje, mos ki merak. Ja u bë edhe kjo, pak fare lyrë, që të mos në ngjitet. Ashtu. Atë masën do t'a shtojmë me njëherë kështu. Do t'a shtojmë këtu dhe do t'a futim direkt në furrë. Okej. Dhe mbaroj qumështori, kaq. Mbaroj qumështori. Do t'a lëmë të piqe, do t'a themi dhe temperaturën edhe kohën e pjekjes? Afërsisht? Ajde, po e vëmë në 200 atëre. Ta vëmë të 200, ja po e ngre. E vëmë në 200. Me 200 gradë, e vendosim në Po, furrë. e mban pak këtë? Po, cilën? Gjyrën? Këtë. Mos digjesh. Unë kështu më duket se... është, ja. E këthyem pak, e të keq nga kamera. Kamera qojë të pështit, nuk ka që të qojë dhe Po, shojnë na. i që zëmë. Ja, kështu.
Ja E kështu. vendosim dhe telin të lumshin duart. Hajde, edhe i lumshin duart juve që do t'a provoni si do jetë berë. Po, ne do t'a presim të piqet. Si do jetë berë. Hajde, vun. Okej. Do t'a vësh vetë? Po, e kaloj unë në furrë Tek dhe dy- merrem tek me 200, Tek po. 200 e kam thënë, po. Mirë se mërë. Okej, ja kështu ne e vendosëm qumështorin dhe e bëm ëmbëlsirën për sot. Tani do bëjmë një gjellë verore. Të t'i afroj këto zërtavatet këti? Mbas qepës, mishit, hidhet speci, si radhë, që edhe specit mos hidhet direkt në ujë të themi, ose në lëng, që të iki pak, ky nuk ka hidhërim ky lloj speci, po speci që është më jeshil, Vjen pak. hidhërim kur e bën gjellë. Edhe diçka tjetër, kjo lloj gjelle nuk i do të holla fare qepët, siç i bëjmë për të skuqur për gjellat zakonshme, nuk e do të holl fare specin, po e do të kësaj natyre. Edhe Nuk e domaten. do të vogël fare domaten, po i do kubik. Do me thënë jo lëng në rende. Nuk përdorim renden, po as për qepët, as për tani do domaten, hedhim i coptojmë me specin. sik. Ja, dhe speci. Dhe speci. Gjatë kësaj kohë tani mundohemi që të hedhim këto të tjerat që na duhet. Pra, do t'i hedhim. Unë rigonin po e hedh këtu tek domatja. Okej. Do gri pak. Të duhet të drasa? Megjithse këto s'ka gjë, po i lëm në fund fare, majdanozin dhe atë. Mirë, si Po i lëm në fund fare ato. Një luk të vogël mbase. Për të hedhur pak piper të zi. Kemi. Jako. Piperin e zi, e kishim këte. Do me thënë si erza, do. Rigonin, mëndër, majdanos. Kaq. Do hedhim një lugë gjelle salcë domate. Megjithse është domatja, por salca e domates në ndihmon që të japi atë ngjyrën Më të kuqe. e kuqërrem të lëngu i gjellës. Udhëro. Do hedhim dhe domatet. Opa. Dhe këto janë kryesoret. Po. Të tjerat, të shi, hap pas hapi, do shikojmë si është me kripën. Okej, pra ne do ta përfundojmë derisa t'i vendosim kapakun dhe pastaj procesin e zirjes, anvisat e dinë si ta bëjnë Do vetë t'i në hedh shtëpi. pak ujë, jo shumë, pak do t'i Okej. hedh në fillim. Ja, po ja u sjellun. Në qoftë se nuk kemi mishin, edhe këtë vegetën të themi, mund ta përdorim pak në ujë të tretë për t'i dhënë pak shije, shije mishi, Po. ta themi kështu. Ashtu. Ja t'i hedhim edhe pak ujë. Jo shumë. Duke zjerë, do t'a kontrollojmë pastaj. Okej. Dhe kjo është një gjellë, i thonë gjellë vere, Po. sepse në verë njerëzit nuk duan ushqime të Duan rënda, pjata me më të lehta, lyrë, po. me të rënda, edhe për të përballuar dhe vapë. Patjetër, po, gjithmonë preferojmë ushqime më të lehta. Gjellë vere, më të tretshme. plus që domatja, speci edhe qepa kombinojnë, kaq bukur në atë shijen që edhe kur je pa qef ndonjëherë, Të vjen oreksi. stomau të kërkon pikërisht këtë gjellë. Në rregull? Okej. Tani, Zonja Lefteri, ne do të... Vazhdo tani. Jo, ideja është që ne jemi duke shkuar drejt fundit. Do t'i themi anvisave që Drejt fundit fare? Fare. Fare. Mund të jap pak udhëzime atëre për atë që kishim përgatitur dhe për shnicelin? Sepse është Mendon një se e recet... kuptojmë me kështu në teori? Besoj se Okej, po. në rregull, Është një por recet shumë që shkurt. sot e kemi dhe festë dhe mund të jetë e dobishme në tavolinën e festës. Në fakt, unë kam marrë
dy fileto pule, por mund të përdorish edhe fileton e viçit, që është mishi i butë. Dhe kam hedhur këtu vajin e ullirit, kripën, pak piper të zi, pak piper të kuq, armuskat, pak vegeta, edhe usull soje. Edhe pak limon, kuptoj. E kam marinuar këtë që më përpara, dhe tash po e le. Tani, këtu kam nxjerr 2 lugë gjelle miell misri, do hedh pak ujë dhe në fund fare do ta hedh këtu, do ta përzjej me ato mishin, me copat e mishit. Edhe këtë doja të tregoja që ato do të priten kështu, 1 centimetër, 1 centimetër të gjatë. Edhe do ta përzjejmë edhe mielin dhe pastaj përgatitim tiganin, hedhim vajin dhe një nga një me pincetat i marrim dhe i vendosim me radhë në tigan. Dhe duhet të bëhet shumë e shishme. Shumë e thjesht, po shumë e shishme. Ja, e mësuam dhe besoj se edhe kështu morëm një... Mund ta përgatitin shumë kollaj. Thash, ja. Po, shumë thjesht. Base nga pengon dhe pak kjo reklama, ja, që t'ja të regojnë këshu. Bukuriu duk. Edhe mielin dhe asgjë. Kontrollojni për krip, shikojni, po të doni dhe spec djegës mundi hirë. Nëse e doni më pikante, e kuptoj. Kjo është edhe receta që ne të falenderoj shumë. Po, ju falenderit. Një ditë të mbar edhe kënaqësi të merja këto ide sot në studio. Unë besoj edhe zonjat që na kanë ndjekur nga ekrani. Falenderit. Ditë të mbar. Falenderit. Mirë, shkëputemi tani, gëzuar patjetër.